25 prill. Shpëtimi I palit ishte për hirin tënd. Që më parë isha blasfemues për ndjekës dhe për dosos, por mu dha mëshirë, sepse I bëra nga padia në mosbesim. Por hiri I Zotit ton teproi tej mase bashkë me besim dhe dashuri në Krishtin Jezus. Por prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të tregojë së pari në mua gjithë zemërgjersinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. E pare Timoteut 1:13, 14 dhe 16. Kthimi I palit në besim ishte për hirin tënd. A e dëgjove? Ja ku është sërish, por prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të tregojë së pari në mua gjithë zemërgjersinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. Këta jemi ne, ti dhe unë. Shpresoj që ta dëgjosh këtë në mënyrë shumë personale. Perëndia të kishte ty në mendje kur e zgjodhi palin dhe e shpëtoi ashtu si deshi me anë të hirit sovran. Nëse beson në Jezusin për jetën e përjetshme, ose nëse do të besosh në të për jetën e përjetshme, kthimi I palit në besim ishte për hirin tënd. Qëllimi I kthimit të tij në besim, ashtu siç ndodhi, është që ta bëj të gjallë për ju durimin e jashtëzakonshëm të Krishtit. Kujto që jeta e palit para se të kthehej në besim ishte një sprove gjatë për Jezusin. Përse më përndjek? E pyeti Jezusin në rrugën për në Damask, Veprat 9:4. Jeta jote në mosbesim dhe rebelim është përndjekje ndaj meje. Megjithatë, Pali na thot te Galatasve 1:15 se ai ishte veçuar nga Perëndia për apostullim që para se të lindte. Kjo është e mahnitshme. Kjo do të thotë se e gjithë jeta e tij deri në momentin e kthimit të tij në besim ishte një periudhë gjatë abuzimi ndaj Perëndisë dhe një periudhë gjatë refuzimit dhe përçmimit ndaj Jezusit, I cili e kishte zgjedhur të ishte apostull që para se të lindte. Kjo është arsyeja pse kthimi në besim I palit është një demonstrim I shkëlqyer I durimit të Jezusit. Edhe neve na ofron të njëjtën gjë. Jezusi e shpëtoi palin në atë kohë dhe në atë mënyrë për hirin ton, për të treguar zemërgjersinë e tij ndaj nesh, e pare Timoteut 1:16. Që të mos na lëshojë zemra, që të mos mendojmë se ai s'mund të na shpëtojë dot, që të mos mendojmë se ai jepet lehtë zemërimit, që të mos mendojmë se kemi shkuar tepër larg Zotit dhe që të mos mendojmë se më të dashurit për ne s'mund të kthehen në besim, në një çast papritur me anë të hirit sovran dhe bujar të Jezusit.